sprova të ndryshme, sprova deri në vdekje. Saj që gruaja e parë, e cila është shahidja e parë në Islam, në kohën e Muhamedit a.s. ishte një grua, e cila së bashku me bashortin e saj dhe me djalin e saj u torturuan në format nga më të ndryshme nga jevojtarët e asaj kohe. Mirë po pejgamberi a.s. i përgëzoi ata duke i thënë bëni sabër, bëni durim se përgëzimi juaj është xheneti i Allahut. E morën Sumejjen, këtë grua, Allahu qoftë i kënaqur me të, dhe duke i thënë asaj, duke e torturuar atë, duke i thënë, ofendoi Muhamedit a.s. Thuaj që nuk ka Zot, thuaj që Allahu nuk është Zot i vetëm, por janë dhe idhujt tanë. Ajo nuk pranoi, derisa e vran atë. Në sytë e burrit saj dhe në sytë e djalit saj. Pastaj e marrin burrin e saj, Jasiri quhet, e torturojnë në format nga më të njerëzore, derisa e vrasin edhe atë. Pastaj e marrin djalin e saj, Ammari, Allahu qoftë i kënaqur me të. Dhe kur e pa këtë gjendje, Ammari u dorëzu dhe i tha disa fjalë kundrejt Muhamedit a.s. dhe e liruan atë. Pastaj me njëherë shkoi tek pejgamberi Islami e tha, o i dërguari i Zotit, kam thënë këtë dhe këtë, por zemra ime tha të do shumë, dhe zemra ime është e mbushur me besim. Allahu i lartësuar zbriti ajet kuranor, ku tregon që kur njeriu është në vështirësi, mundet t'i kalojë disa gjendje me fjalën e tij, por zemra e tij kurse si nuk duhet që të anojë nga e kotë.